Unë lutem këtë javë për ty dhe në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që planet e Satanit janë të skualifikuara dhe nuk do të realizohen në jetën tënde. Unë deklaroj që çdo derë që Zoti e ka hapur, askush nuk mund ta mbyll. Asnjë pengesë, asnjë njeri, asnjë fuqi, asnjë dorë nuk mund të ndal atë që Perëndia ka vendosur ta sjellë në jetën tënde. Unë deklaroj qartësi në mendjen tënde, kthjelltësi. Deklaroj që ti do të sundosh mbi çdo mendim në mendjen tënde në emrin e Jezus Krishtit dhe zemra jote dhe shpirti jot do të jetë plot me paqen dhe me gëzimin e Zotit. Unë shpall që kjo javë është java e fitoreve, java e çlirimit dhe java e përparimit tënd në një mënyrë të mbinatyrshme në emrin e Jezus Krishtit. Unë deklaroj mbrojtja e Perëndis do të rrethoj ty dhe familjen tënde në çdo drejtim në emrin e Jezus Krishtit dhe në çdo kohë, në mëngjes, në darkë, në natën vonë, në çdo kohë ti do të jesh i mbrojtur në emrin e Jezusit. Dhe në çdo vend ti do të jesh i mbrojtur kur del nga shtëpia dhe i mbrojtur kur kthehesh në shtëpi. Në emrin e Jezus Krishtit ti do të ecësh pa frikë, ti do të ecësh me guxim dhe me besim të plot në Krishtin Jezus. Unë shpall që zëri i Zotit do të jetë këtë javë në anën tënde dhe do të jetë më i fuqishëm se çdo zë tjetër që është ngritur kundër teje. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Në emrin e Jezus Krishtit e deklaroj këtë javë të bekuar dhe plot me fitore për ty. Në emrin e Jezus Krishtit, amen.